në sallën e gjyqit. Pse e konsideron kërcënim? Avokat do të merren këtë fjalën, do të merren personalisht, se besoj për këtë bëhet fjalë. Po okay, atë është, po të them, po ta shpjegoj për ata që nuk janë në pelegrinazh çdo ditë në gjykatat shqiptare. Po, ky është një debat gjyqësor totalisht normal. Pra, nëse ti do kesh kërshëri të vish në ditë, domethënë në një gjyq penal me mua, domethënë do halla katësh fare, po e them kështu unë, sepse debati midis palëve mund të jetë dhe shumë herë më i rëndë se sa kaq. Se fund ditës, prokuroria edhe mbrojtja, avokatia, fjalën kanë aty në atë gjykat. Në bazuar në atë dosje, në ato letra. Normale, po thua? Totalisht normale. Këta janë kapur me idin personale. Personale. Po unë me ty do merren si prokuror. Se ti ke bërë ato letra, ose oficeri policisë gjyqësore. Po për çfarë bëhet fjalë tamam që ta kuptojnë edhe qytetarët? Na 13-14 arrestuar që pati operacioni i fundit në Elbasan, ka qenë dhe një nga personazhe i cili e konsideronin domethënë si ushtari i Shullazit, po e themi kështu në mënyrë metaforike, i cili është mbrojtur nga avokati Julian Bajrami. Mund të isha unë, mund të ishte Marsidi, mund të ishte gjithkusht tjetër. Dhe krejt normale kjo. Kur prokuroria ka shkuar në gjykat për caktimin e masës së sigurimit personal ndaj këtij personi, ka akuzuar për 2 vepra penale, armbajtje pa leje dhe kundërshtim të forcave të rendit, forcave policore. Po. Tani, fatmirësisht sot Shqipëria ka video kamera gjithandej. Dhe momenti kur është bërë arrestimi i këtyre personave dhe i këtia në mënyrë të veçantë, është fiksuar i gjithë nga kamerat e lokalit, sa ata kanë qenë në një lokal, kanë qenë në një ambient publik. Është fiksuar dhe është vërejtur qartazi fare se nuk ka pas asnjë lloj kundërshtimi nga ana e personit në fjalë përkundrejt oficerëve të policisë gjyqësore apo të policisë në rasti konkret. Tani, çfarë ishte e nevojshme që oficeri i policisë gjyqësore i cili ka bërë letrat, ajo zonja Esmeralda, se s'jam mbaj mend as mbiemrin tani, dhe më pas edhe prokurori çështje i cili pavarësisht se ja shkruan dikush oficeri i policisë gjyqësore do t'i kontrollojë dosjen përpara se të shkojnë në gjykat. Çfarë nguti ka pasur që ti të japësh një deklarim të rrem, se ky është deklarimi i rrem në gjykat. Pra ti i shton një vepër penale dikujt tjetër për të rënduar pozitën e tij. Kundërshtimi i forcave të policisë me sa dënohet avokat? 3 vjet minimalisht. Minimalisht 3 vjet. 3 vjet burg. 3 vjet burg kot. Se e shkruan ti aty që ka kundërshtuar. Ku është prova ku është prova që i ke kundërshtuar? Dhe avokati në rastin konkret ka thënë se këta neve mediat ka thënë vetëm këtë pasazhin këtu. Debati gjyqësor ka vazhduar në gjyqësore. E kush e di se çfarë. Dhe i pari flet prokurori, nuk flet avokati. Pra, prokurori ka relatuar këtë si çështje. Ka thënë që ky zotëria është përleshur me forcat e policisë me zje kanë marrë atë që kanë futur brenda, prandaj neve kemi se do arsyetoj pse ka krijuar një vepër penale të këtij lloji. Po, e qartë. Okej, do të arsyetoj. Pra, kur prokurori relaton një gjë të tillë, do të thotë që ai është i bindur në raport me atë që po thotë, se po flet para gjykatës, nuk po flet te kafja lagjes. Në rregull. Dhe avokati është ngritur ka thonë o zotëri. Në videon që është pjesë e dosjes së timore, që e ke sjell ti, nuk rezulton në mënyrë absolute dhe kjo është një deklarim i rrem dhe nga ana procedurale, një deklarim i rrem shkon për burg, mos zotëri nderor. Ai Ervin Saliani pse dori nga foltoja e PD-s bëri një vit burg. Po. Për deklaratë rreme. Për deklaratë rreme, që se bëri deklaratën e rreme, sa ishte deklaratë publike, kurse këta e kanë shkruar zezmit bardh. Në rregull? Dhe ai u tha, unë do merrem personalisht. Dhe personalisht, si keq kuptuar nga pjesa më e madhe e njerëzve është që ky tani do nxirrte shpatën, ose pistoletën do të qellonte kundër opozicionit, ai tha personalisht në mënyrë administrative. Pra do bëj kallëzim penal ndaj teje dhe ndaj opozicios i cili ka rënduar pozitën e qytetarit në rasti konkret. Përse e bën ti një gjë të tillë? Cila është arsyeja? Ideja personalisht është do të kallëzojmë i thot edhe tenton. Dhe më e keqja në këtë mes nuk është thjesht çështja e prokurorit më. Se ai mund të ketë bërë një shkelje administrative dhe penale madje, për mendimin tim. Të ta shpjegoj pse. Ktu më e keqja është domethënë gjykata. Tani e keni parasysh atë simbolin e drejtësisë, atë gruan me 2 peshoret? Po, ja kemi pas nesër kemi. Ajo simbolizon, është 2000 vjeçare ajo, është nga koha e romakëve. Ajo simbolizon në njërin krah prokurorin, krahun tjetër avokatin. Në qendër gjykatësi. Dhe në qendër gjykatësi. Gjykatësi duhet i ftohet në gjykim.
Nuk mund të thotë gjykatja, u luti se nxora për jashtë unë se si thresë unë një avokat tjetër. Kush i ti? E para një herë nuk është sjellje për gjyqtari. Nuk është fare sjellje për gjyqtari. E dyta nuk mund ta nxjerrësh ti një person, një avokat i cili është përfaqëson klientin e tij dhe klienti i tij e ka kërkon me autorizuar dhe ti në fillim të seancës gjyqësore ke thënë ky avokat legjitimohet për të qenë palë në këtë proces. Ka mënyra administrative. E dënon ti avokatin me 300.000 lekë gjop, 1 milion lekë gjop, siç janë të gjitha gjobat në rastet konkrete. Po jo për debatin gjyqësor. Po për mënyrën e sjelljes së tij mund të jetë vulgare, mund të jetë bullizuese, mund të jetë edhe verbale përtej çdo limiti njerëzor, mund të jetë dhe me duar fizike. Se ka ndodhur dhe kjo histori aty. Ka të tilla gjëra? Cila është kjo gjyqtare që për mendimin tim ja ul shumë nivelin një sër gjyqtarësh të tjerë, të cilët nuk e meritojnë këtë lloj kolege, për mendimin tim, shumë modest, se aty në Elbasan po dhe në Tiranë ka gjyqtar shumë të mirë ret. Mund ta kam thënë jo një herë, po 10 herë. Ardit Kuka nga Elbasani ka ardhur në Tiranë, rishtasi. Është gjyqtar për kokër të gjyqtarit. Marko Boshku, Olti Skame, ka shumë gjyqtarë shumë të mirë. Po flas për këta gjyqtarë të rinj. Kjo me arrest avokat, arrestimi pastaj? Pastaj arrestimi, kjo është akoma më flagrante. Nëse ti çon, domethënë, unë jam prokuror tani, shikoj se po e bëj banale, po më vjen keq për ta kuptuar ti. Unë jam prokuror tani, unë jam shteti tani dhe unë bëj çfarë dua. Si çfarë bën të duash ti sotri? E bukura, shkruan letrat. Se ka kur ti bën një le të themi një relacion dhe ja çon prokurorisë si OPG për të bërë arrestimin e X-it apo Y-it, ka datë dhe orë red. Data dhe ora shkruante 15:40, i shkruante, jo, 15:40 është arrestuar, kurse letra shkruante 17 ora 17:00. Pra këta e arrestojnë dhe pastaj bëjnë letra. Po. Ra jemi fiks, prokuroria Arjaniçelës që të fuste brenda ret dhe pastaj ti qepte letrat. Marsit, kur ndërmerret një veprim procedural nga prokuroria, që në kohën para 2300 vjetësh ka pasur një raport midis asaj që është e vërtet, e drejtë dhe e ligjshme. Sepse një veprim mund mos jetë i vërtet, mund mos jetë as i drejtë, po mund marrë formën e ligjit. Për shembull në kohën e komunizmit. Gjitha veprimet procedurale ishin ligjshme, po nuk ishin as të drejta as të vërteta. Në këtë rast, me drejtë siç e tha dhe Leonardi, një vepër penale e cila është shtuar akt akuzës, që është kundërshtimi i forcave të policisë. Në radhë parë është një fakt i vërtetë, sepse vepra penale ka disa elementë në të cilët Leonardi më kupton shumë mirë, është ana objektive se si kryhet një vepër penale, me veprim ose mos veprim. Ku vihet re këtu veprimi ose mos veprimi, me të drejtë, siç e ka paraqitur avokati, në lidhje me anën objektive që ka konsumuar klienti vetë që të arrijë në këtë konkluzion. E para. E dyta, ekziston një parim shumë i rëndësishëm në procedurën penale, që është parimi i objektivitetit, që do të thotë një prokuror, kur ka përpara një pandehur dhe një akuzë, nuk duhet niset vetëm me idenë që kjo akuzë ndron dhe unë si ta faktoj, po dhe nga ana tjetra që kjo akuzë mund të ngritur në mënyrë të padrejtë. Dhe unë mund të faktoj edhe mos ekzistencën e akuzës, pra nuk plotësohen elementet e figurës veprës penale. Pra problemi që qëndron në Republikën e Shqipërisë dhe me drejtë kemi shqetësim gjithë avokatët unë, Leonardi dhe gjithë zotërinë që flasin media, që këtu nuk zbatohet ky parim, sepse çdo prokuror i cili fillon këtu një akt akuzë ose i çohen disa akte procedurale ose një kallëzim, qoftë i ngritur nga një shtetës qytetar i Republikës së Shqipërisë, qoftë nga organet procedurore siç janë oficeri i policisë gjyqësore pranë një komisariati, këtu ndërmerret i gjithë procedura ligjore me idenë që këtu ka një të fajshëm, hajde ta mbushim thesin me sa më shumë prova dhe fakte që rëndojnë pozitën. Ndërkohë që ne harrojmë që gjithmonë procedura, parimi në bazë ka më mirë 10 fajshëm jashtë se sa një pa fajshëm brenda. Sepse në procedurë penale zotëri nuk është njësoj si në drejtë civile. Që ti edhe nëse i mohon drejt në pronë sa kompenson financiarisht sikur ta kishte shfrytzuar. Jo, këtu mua kohën ti s'ma kthen dot më. Nëse unë bie në burg. Edhe ato ditë që paguhen 50.000 lekë sa janë vlerat 100.000 lekë para burgimi ose kaq burgimi, prap nuk ta kthin më kohën. Nëse ti burgosësh me të padrejtë. Ti futesh 30 dhe dal 40. Dal 40. Si ma kompenson këtë? E drejt, bravo. Nuk ka kompensim financiar. Dhe prandaj prokurori duhet gjithmonë të niset nga parimi i humanizmit, nga parimi i procedurës lehtësuese për pandemën, nga parimi i prezumimit të pafajshëm, se nuk janë kot mbi 5-6 parime nga totali gjithë parimeve të cilat janë pro të akuzuarit, pro të pandehurit dhe janë parime të cilat ja lehtësojnë pozitën procedurale, siç është për shembull parimi i fuqisë papavepruese të ligjit i cili i lehtëson sa më shumë pozitën e tij.
Të gjitha këto pse bëhen, se ka një qëllimsi, ka një frym ligji. Dakor, po çfarë ka ndodhur Marsit? Në realitet sa kohë për mënyrën se si edhe avokati e parashtroi edhe ti e parashtrove, mund të jenë pikën që këtu ka shkelje. Çfarë ka ndodhur? Ajo që ndodh Redi është kjo. Ai kushtoi të rëndësi situatës faktike dhe fakteve, se jo më kot e kam thënë, sistemi common law e ka proof or not proof, provohet ose jo. Apo I kushtoi të rëndësi mënyrën se çfarë formulon ose çfarë qëndrimi mban prokurori. Me drejtë tha Nardi. Gjykata është peshorja e cila fakton ose anon nga akuza apo nga mbrojtja. Edhe jo më kot në Amerikë, e di si quhet prokurori, avokat publik, përfaqëson shtetin akuzën. Avokat publik. Po. State attorney quhet ndryshe. Po. Avokat shteti dhe avokati privati palës. Që të dy këta kanë pozitë të ngjashme. Se këtu kur ngjon prokurori është ideja që do vi njeriu I cili ka në dorë fatin tënd. Jo, ai ka në dorë përfaqësimin e shtetit në varësi të kallëzimi, I cili mund të ketë një person dyshuar ose jo dhe ka një vepër penale të regjistruar. Është I barabartë thua me avokatin. Mban qëndrimin e vet dhe gjyqtari jo më kot quhet bindje e brendshme subjektive. Nuk thotë atje gjyqtari në kodin e procedurës penale dëgjon prokurorin dhe në varësi të asaj që thotë prokurori ndërmerr vendimin. Jo, ai krijon bindjen e brendshme. Në varësi të asaj që themi unë ose Nardi në proces gjyqësor dhe kush e ka të faktuar dhe ka një interpretim të saktë të ligjit në raport me faktet, mbahet një qëndrim ligjor. Problemi që ndodh është ky. Po të marrim gjithë statistikat e vendimeve gjyqësore, duke parë qëndrimin që ka pasur akuza ose mbrojtja, vihet re që këtu kemi një zbatim ose gati një aplikim, madje ndodhe edhe vet dikur shefi Spaku tha që GKK-ja na fermens po një lapsus. Jo, lapsus I subconscient ose e vërteta e madhe që thot personi. Ja, lapsus si puna e presjes, të falet jo dënohet, të dënohet të mos falet. Doli Lenini I pafajshëm, pa mirë, nuk u varfulli. Po prandaj kjo është problemi, kështu që këto lapsus ç'a kuptimi ka, pse I kemi në këto statistike pra? Pse gjithmonë gjykata merr parasysh qëndrimin e prokurorit? Unë kam vënë re vetë në proceset që kam patur. Gjithmonë ka një tendencë të gjyqësorit e cila non nga qëndrimi I prokurorisë. Kjo vjen edhe për shkak të inspektorateve të ndryshme ose kontrollit cilësor të vendimeve që japin gjyqtarët që ndodhin në Këshillin Lart Gjyqësor. Atëherë unë e shtroj si pyetje, nuk është se po e nxjerr si qëndrim. A mos vallë ka një qëllimsi ose iniciativë politike që do të ketë një uniform ose një unitet midis akuzës dhe vendimit gjyqësor? Është mendësi. Është mendësi. Atëherë klasa politike e cila ka deturimin moral dhe politik të emancipojë kulturën dhe të krijojë, domethënë ta ndryshojë një gjendje faktike. Pse nuk e ndryshon këtë gjendje? Sepse janë etëri dhe fëmijët tani. Po tash do shkoj pas të flasin Denisi se ta shpjegoj ku të që. Se kjo ishte shumë çka ka thënë doktori për këtë Denis, pastaj t'jap lajmin për këtë. Lajmi se unë duke qenë se nuk jam shumë I njohur me këtë situata në gjyq, ndryshe nga dy. Të ftojmë të vish, dosh. Jo, nuk sinqerisht po të ishte ndonjë ndeshje futbolli, po aty nuk është se. Ai futbolli është vetëm se luhet me ligj jo me top. Ka reaguar prokuroria e Elbasanit, pra duket që ka pasur një situatë pa këndshme dhe unë po lexoj 2 paragraf, thotë lidhur me ndalimin e shtetasit UB nga ana e prokurorit çështës është mbajtur qëndrimi se nuk kishin kushtet dhe nevojat për vijimin e këtij ndalimi dhe për kërkimin përpara gjyqësorit të hetimit paraprake të vlerësimit të tij apo caktimit të masës sigurimi personal. Përjedhoi si pasojë ligjore ipso iure është urdhëruar lirimi me njështrim ndaluarit. Ka edhe një paragraf që besoj futet tek ajo që unë do bëja një koment. Sa tha më lart, pasi është thënë dhe me sa duket ka edhe një ndjekje, mos gaboj, një ndjekje penale për avokatin, kanë filluar. Po normal. Është bërë një procedim. Nëse ato janë detaje që është bërë regjistrimi I veprës penale. Tani thotë, sa tha më lart thotë prokuroria e Elbasanit, duke mos paragjykuar çështjen konkrete dhe curinë e hetimeve, gjejmë rastin të ritheksojmë se profesionistët e drejtësisë, gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe avokatët janë shtyllat që mbajnë në këmbë sistemin e drejtësisë. Asnjë prej tyre nuk mund të funksionojë duke cënuar pavarësinë apo sigurinë e tjetrës. Sistemi I drejtësisë kërkon bashkëpunim institucional, respekt reciprok dhe integritet profesional nga të gjitha hallkat e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Atë ka thënë vetëm për vete. Tani ta bëj komentum pastaj ti se ti e palë, si jam palë. Maro. Si për vete. Vazhdo. Tu me sa lexoj, prokuroria e ka kuptuar që është kryer një situatë e pakëndshme. Jo, e ka kuptuar që ka bërë një gomarllëk. Po këtu unë po lexoj reagimin, ai thotë që të gjithë jemi aktorë. Mos më lejo ta them këtë, ty të lejo ta thosh, do I shqip. Po jo, po çfarë unë po them atë që ka thënë. Po pra. Ajo thotë. Atë që thua ti do ta them unë. Prit pra. Situata do zgjidhet në rrugë legale. Ku palët kanë
të drejtat e tyre. Ato 2 ditët brenda kush janë? Ajo e rëndësishme që thot ato 2 ditë. Po mirë, nuk e di tani pse më thua tani, ato 2 ditë do vetë ti kërkojë të drejtën në burit, ose siç kërkon çdo avokat. Ku di si kompensohet? Si kompensohet? Ma trego. Si kompensohet? Po ai është avokat, tani që janë hallin atij, ai do që hallin e një qytetari, jo ata atij. Po pra, halli i qytetarit është tjetër. Timin të gjithë tjetër. Jo, po dakord, po them që ky është e lajmi. Pra ata duket që kanë kuptuar situatën e pakëndshme dhe kanë dashur të japin një mesazh pa shtimin në këtë rast që shikoj që jemi të katërt aktor të këtij sistemi. Si gjyqtari, si prokurori, si avokati dhe mos gaboj dhe klienti, kështu i bie, të katërt. Çfarë do të them me këtë? Unë nuk i njoh fare këto gjykata në përrethe. Përveç bindja ime është që përveç Spakut, pjesa tjetër e prokurorisë ka probleme të mëdha të funksionimit, bindje perceptim nga jashtë, sepse nuk e njoh të thash. Por ajo që vlen në këtë rast është reagimi. Reagimi juaj ka qenë pozitiv, sepse edhe ta pranojmë ka detyruar prokurorin të bëjë këtë reagim apo jo. Pra, kur është ajo që thash ndoshta edhe në emisionin e kaluar, kur ka përplasje institucionesh në demokraci, kjo është e shëndetshme. Kjo është një lloj përplasje që u zgjidh me këtë mënyrë mendoj unë. Pastaj ato se sa 2 ditë, 3 ditë, ato janë pastaj detaje që i takojnë çdo individi. Kjo ishte për këtë rast, nuk pa hyrë në kush e ka drejtën, ka qenë andej apo këtej. Ky ishte lajmi, besoj të intereson. Ty të intereson, jo të intereson. Ty të duhet, meqense jemi miq bashk, realisht të vish do të ofrohen të bëj peligrinazh. Jo, nuk i fare. Mos më bëf, nuk dua të di. Nuk dua të di, po dua të di fare. Hajde si gazetar që të shikosh dhe të kuptosh domethënë se çfarë flet ti jot pas emra. Kuptoj që ka probleme, prandaj nuk dua të di fare. Avokat që tani ajo që sapo tha dhe po e vazhdoj prapa aty më burr. Ai do që të bëj, ai do që unë të bëj qytetarin jo avokatin. Unë tani po bëj qytetarin. Prokuroria e Elbasanit ka kuptuar idiotizmin e madh dhe gomarllikun e madh që ka bërë në rasti konkret. Është gomarlik mo. Është idiotizëm në kuptimin e plot të fjalës. Dhe e ka kuptuar dhe nuk ka pritur as ta çojë në gjykatë për mas sigurimi, po e ka firmosur që aty. Pra nuk ka shkuar çështja fare në gjykatë. E ka firmosur prokuror. Çështja e avokatit për mas shkuar në gjykatë. Fare. S'ka shkuar fare në gjykatë. Domethënë, aq gomarlik është kjo gjë, sa ata e kanë kuptuar e kanë thënë vëlla, kjo nuk mam pesh për të shkuar nga kati 3 te kati 3 i gjykatës. Dakor, po gjyqtarja avokat nuk i lexon këto. Tani ti mos më bëj po tani do vazhdoj këtu. Flasim se gjykata. Tani po flasim për sepse Denisi e lexoi shumë bukur atë që tha jemi të gjithë të njëjtës palë, të njëjtë sistem. Ja edhe një herë. Lere se e mora vesh. Gjyqtar, prokuror, oficer policisë gjyqësor, më fal dhe avokatët. Po, nuk kemi ashtu. Ja të ta shpjegoj shumë thjesht. Në asnjë vend të Europës, këtu ku jemi ne, se për te Europës ndoshta edhe mund gjesh në një, po unë në Europë nuk njoh që unë të rrit të pres tek dera e gjykatës, aty te roja, ose brenda aty te koltuku, dhe gjyqtari dhe prokurori futen nga njëjta derë nga mbrapa. Në asnjë vend të Europës nuk ndodh kjo. Që këtu nuk ka bie perceptimi i barazisë në një seancë gjyqësore. Po, e vërtet është. Si mund të futet gjyqtari dhe prokurori nga e njëjta derë, o zotëri nderuar, po të flas nga mbrapa, o Denis. Ti se shef asnjë prokurorin. Po të shkosh në gjykatë Tiranës, në gjykatë Albanianës, në çdo lloj gjykate ata kanë hyrjet e tyre. Futen anë nga mbas. Po pse ata futen nga mbas e unë futem nga mbara? Ku është e drejta jote për kundrejt ne? Se bëhet përsi, midis akuzës, shtetit dhe mbrojtjes. Ku shkon ti përpara në gjykatë? A jeni të barabartë neve? Ti aty unë këtu i pa çështja kulturore që thash pak përpara. Ku është? Si rregull pra. Vetëm mos më ndërprit ti është një gjë shumë po them që ai reagim që bëhet sot ju për kod të proceseve i shkullni gjërat dhe i kthehemi asaj periudhë asaj që ndodhi me gjyqtarin e ndjer që këtu bëhen procese në kushte anormale dhe gjyqësori flë. Ka sa vite ka që vazhdon ajo situatë, edhe ata rrinë ata gjyqtarët, rrinë në 2 metra e 2 metër. Prandaj po them, jo, kjo është ajo që duhet pra. Kur ka reagim, do të rriqet pala që po pritet, flas për reagime të përjetuara. Se unë kur vi dhe flas për gjëra që di, po dëgjoj mos më të kishit bërë këtë protestë sot, s'do kishte ndodhur ky reagim. Ne kam atë, po flas për njerëzit, nuk po flas për vete. Po për njerëzit po. Ore, dhe di çfarë ndodh në gjykatë sot. Në qoftë se unë shkoj në një gjykim dhe më ka ardhur fletire dhe thot në orën 10 të mëngjesit. Unë shkoj në orën 10 pa 5, futem aty e zë. Po.
Prit, se po thret gjyqtari, prit. Shkon në 10 gjyqe, 11, 12, 1, s'ka rëndësi. Gjithë do presësh aty. Sepse do shkosh në gjyq. Dhe mund të ndodhi në ret që të vinë sekretarja në orë 1 dhe thotë, shikon, nuk është gjyqtari ose nuk është prokurori, shtyhet çështja. Po e papranueshme. E marrin versin. Po e papranueshme, s'ka nevojë të lutem, o Denisi, më bëre grinja, duhet